Thank you guys. Please stay Alejandro De Celis and Steven Zizi. Do t'jetë një sfidë në kategorinë 60 kg. Shumë suksese! Dy boksierët përsëri. Duket qartë që bokseri shqiptar ka bokseri i ka lëshuar duart për momentin. Okej. Gjyqtari ndërhyn sërish ndar. Në të kuqes miq, në të kuqes bokseri shqiptar Steven Zizi, ndërsa kundërshtari i tij vjen nga Spanja Alejandro De Celis. Ndeshja është formatit boks olimpik, 3 raunde. Kategoria peshës 60 kg. Është raundi 3 dhe i fundit. Përsëri. Okej, boksi. Lufta e vërtetë këtu në këtë boks olimpik ka nesh. Steven Zizi me të kuqe, ndërkohë kundërshtari i tij me blu Alejandro De Celis. Jemi në eventin Rumble in the Jungle në Grand Panevino në qendër të Tiranës, mundësuar nga Gushti i Hekur dhe OTR Promotions. Do ndjekim boks amator, boks profesionist edhe kickboks për gjatë orëve në vazhdim. Fillon raundi i 3 dhe i fundit midis Steven Zizit dhe Alejandro De Celis. Ndeshje e boksit amator, pesha 60 kg. Me të kuqe
bokseri shqiptar, Zizi, ndërsa në blu kundërshtarit i spanjoll, De Celis. Edhe një herë që ju kujtojmë të rishikues të Fox News, jemi këtu në Grand Panevino në qendër të Tiranës, live për eventin Rumble in the Jungle, mundësuar nga OTR Promotions dhe Grushti i Hekurt. Të dy bokserët nuk i druan njëri tjetrit, do të qartë që asnjëri nuk ka përsi në këtë moment, që po flasim. Boks shumë fizik midis të dy bokserëve. Arbitri është dashur shumë herë të ndajë sa këtë ndeshje. Duke se strategjia e dy bokserëve është kundër sulmi. Duken se kanë njëjtën forcë fizike, pak a shumë? Po, peshë e lehtë, 60 kg, duken një rezistencë, një forcë, të dy po e mbajnë tempin e lojës. Është pak më agresiv që spanjolli, përsa pozicion shqiptar, por besoj se këtë ju. Ndeshje shumë e luftuar nga dy palët. Është interesante që asnjë për bokserëve nuk arrin dot të kryejë dot e përsin e dukshme. Nuk është çudi dalë dhe barazim në fund të raundit. Ndeshje e fortë. Ju kujtoj edhe një herë shikues që jemi në fillimin e eventit Rumble in the Jungle në Grand Panevino në qendrën e Tiranës. Ky event është mundësuar nga OTR Promotions dhe Grushti i Hekurt. Do të shikojmë në orën vazhdim në Fox News, boks olimpik, boks profesionist edhe ndeshje kickboxing. Eventi do kurrëzohet me ndeshje shumë të bukur për titullin Youth Light Heavyweight Champion of the World nga WBO, ku bokseri shqiptar Rojas Jemi përsëri ndeshjen Shqipëri-Spanjë. Po, eventi i boksit olimpik, skuadra spanjolle kundër skuadrës shqiptare. Me të kuqe bokseri shqiptar Steven Zizi, me blu Alejandro De Celis, kundërshtarit i spanjoll. Është raundi i fundit, Mbaroi. Raundi 3. Mendoj se barazimit e ndeshja, po. Do të shikojmë mendimin e gjyqtarëve, po ndeshje shumë e përafërt. Si spanjolli, si bokseri jon shqiptar Steven Zizi. Spanjolli duket shumë optimist, shumë i gëzuar. Po. Në fakt ishte më agresiv në lojë, edhe në goditje. Ishte më agresiv. Shojmë mendimin e gjyqtarëve. Fundi jepet dora kundërshtarit, gjithmonë. Gjuha e trupit e spanjollit tregon që është ka shumë vetbesim për fitoren në këtë raund. Ka pak atmosferë mes lojtarëve, edhe e presim me pandyrimat e kushtet fituesi. Do të kuptojmë, është stërviten me qindra orë gjithë vitin dhe këtu është the real deal si në anglisht, është aty ku tregohet gjithçka. Eventet e tilla i duan Shqipërisë shumë shpesh sepse motivojnë të rritë, edhe është me motivim. Patjetër, edhe si e produksionit është shumë e lartë. Një sfidë shumë të luftuar. Triumfon në ndeshjen e parë Alejandro De Celis. Ajo,